Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahun e falenderojmë dhe vetëm nga I fali dhe ndihmë kërkojmë. Të ndershëm vëllezër, këta 2 ditë, 3 ditë që kaluar, ju të gjithë jeni në dituri se është duke ndodhur diçka në botë që Allahu subhanahu wa taala shumë më herët atë që është duke ndodhur e ka dënu. Dhe ne e kemi obligim të flasim atë që e dim për hak, edhe që është hak, edhe të luftojmë të keqen, pa marrë parasysh se ku ndodh dhe si ndodh. Do të thonë, lloj-lloj të këqija mund të paraqiten brenda nesh, që ne ju e mbani mend vjet në muajin e 3 u paraqit pandemia dhe ne deri tash jemi duke bërë ende analiza e lutje dua, sepse Allahu Gjeleshanuhu e sprovoi tërë njerëzimin dhe është në rregull me kërku secili prej nesh gabimet e tona që të pendohemi që Allahu Gjeleshanuhu mos të vazhdon me këtë sprovë. Mirë po ne në përditshmëri një gabim e bëjmë dhe ndoshta e lam anash edhe del gabimi tjetër. Mirë po për këtë gabim dhe për këtë mëkat edhe për këtë gjunat që do të flas tash, nuk lahet as sesi, as me pendim. Ju e dini se brenda popullit ton, si musliman dhe si shqiptar, kështu njerëzit me dalë me bon protesta e parada për diçka që është kundra Allahut, për diçka që është kundra familjes, për diçka që është kundra shtetit, kundra popullit, kundra gjithçka. Mirë po, secilën herë kanë me ekzistu njerëz që kanë me luftu me Zotin dhe kanë me humbë. Se me dalë me flamur edhe me kërku një drejt që askush në botë nuk e jep dhe nuk mundet me dha. Edhe tash ndonjë herë edhe ne si njerëz bim në hall, a me fol a mos me fol, sepse qarqet e forta ndërkombëtare nuk kanë fort qef me vaprish renin, se në qoftë se financohet dikush më së shumti tash, financohen këta burrat, meshkujt, se burrat as janë burra, meshkujt që insistojnë ta bëjnë normale martesën ndërmjet vete dhe disa femra që insistojnë ta bëjnë normale martesën ndërmjet femrave. Dhe nëse paguhet dikush më së shumti, paguhen këta. Bota, do të thonë, ka qarqe në botë që shumë pare japin për këta njerëz. A ju e dini se sa fëmijë vdes në botë për bukë, e sa fëmijë vdes në botë për ujë, e sa shtete dhe sa fshatra dhe sa qytete në botë nuk kanë shkolla, e nuk kanë mundësi për jetë normale. A bota e përparuar jep parë dhe finanson me të madhe për diçka që as Allahu, as ata vetë nuk e besojnë. E dini si ka ardhur puna. Për shembull, prej 200 vetëve, 500 vetëve që kanë dalë atje me kërku drejta për çat mëkat, për çat haram, prej atyre 300-ve ndoshta 20 janë. Ama këta tjerë kanë dalë mi përkrah. Çka I vjen kjo? Ata që I përkrahin janë 2 herë në gjuna. E di si I vjen në analizë. Ai që nuk pi droga me e shet drogën, ai 2 herë më katë përnë. Sa I djalin e vetë e ka në shkollë, ai djalin nuk e di baba që ka punon. E baba djalin e shkollon, larg drogës, a fëmijët e tjeri helmon. Edhe ata e përkrahin një haram, ai vetë nuk e bën. As fëmijët e vetë nuk I mëson ashtu, po unë po të përkrahi ti, që ti çka trohesh e jo. Të ndeshë vëllezër, unë do të flas në lidhje me Lutin alayhi salam, disa minuta, 20 minuta kemi kohë,
E nëpërmjet kësaj ne do ta kuptojmë mirë se Allahu xhaleshanu e don këtë mëkat ajo. Edhe si e ka dënu. Se mëkatet nuk dënohen njësoj. Po, dhe në këtë botë, kur dash para gjykatësit, varet çfarë gabimi ke bën. Gabimi i vogël, do shtat ta falin. Gabimi i madh, me shumë vite burg. Edhe Allahu xhaleshanu mëkatet, gabimet e tona nuk i dënon njësoj. Allahu xhaleshanu thot për Lutin alayhis salam në Kur'an: "Wa Lutan idh qala li qaumihi", edhe Luti alayhis salam kur ju drejtua popullit të vet, edhe i tha: "At'tun al-fahisha", a jeni duke bërë imoralitet? Edhe atë çfarë imoraliteti? Ta themi kështu, zina mashkull me mashkull, zina femër me femër. Wa antum tubsirun, edhe ju e shifni që nuk ka rregull. Do më thoni, jeni duke bërë diçka që vetë ju e dini që nuk ka rregull. E innakum lata'tuna ar-rijal, edhe ju jeni ata që epshin që Allahu xhaleshanu e ka kriju njeriun, edhe ja ka bërë obligim mu martu. Për çka? Për me stabilizu epshin edhe me kriju familje. E ju edhe të parën edhe të dytën nuk e keni. Po ju, do më thonë, e t'tu në rëgjal shahwatan, apo ja ofroni burave, do më thonë, burave, për epsh, mindunin nisa, duke janë ashkalu gratë, bel antum qaumun tajhalun, ju jeni popull i paditur, ju jeni popull gjahila. Se me qenë gjahil nuk i vjen që s'ke dituri, po ndoshta ndonjëherë i vjen që e mbulon diturin, e mbulon hakun, e mbulon të vërtetën. Mirë, ki popull i Lutit alayhis, ku ka jetuar të ndërshëm vëllezër? Historia tregon qartë dhe thot kanë jetuar në lindje të shtetit të Jordanit. Tash, në atë kohë s'ka pas Jordan. Mirë, po tash i vjen në lindje të shtetit të Jordanit më qartë dhe më sakt në vendin e quajtur liqeni ose deti i vdekur. Deti i vdekur ndohet në dy pjesë. Një pjesë i takon Jordanit, një pjesë i takon Palestinës. Afër detit të vdekur, disa dietar, gjeografë, historian thonë në atë kohë deti i vdekur ka qenë s'ka qenë, do më thonë ai vend. Mirë, po në atë vend kanë jetuar 5 popuj. Populli Sedum ose Sodom, populli arabisht Amure, Shqip, populli Edeme, populli Suvej edhe populli Bali. Do më thonë, ta janë 5, ta themi, kabile ose 5 familjet mëdhaja që kanë jetu në atë vend. Mirë, po kush e dërgoi Lutin alayhis salam atje? Lutin alayhis salam, sa për informat, Luti alayhis salam Ibrahimin alayhis salam e ka minç, aq. Ibrahimi alayhis salam e ka djalë të vllaut Lutin alayhis salam. Mirë, po Luti ka jetu, ka lind në Irak, në Irakin, në vendin atëhershëm Irak, që me një qytet Babil. Mirë, po Ibrahimi alayhis salam e ka marrë Lutin dhe i ka thonë keme shku të populli Sedum, të këta popull që i përmenda më herët, edhe i kemi i thirë në fejë se janë duke u shkatru. Edhe Luti alayhis salam shkon me një popull që kretë gjunahët dhe mëkatet i kanë ba. Nuk ka pas gjunah dhe mëkat që se kanë ba ata. Edhe mëkati më i madh i tyre për me vëndu kapak ka qenë, ta themi, martesa të një gjinie, mashkull me mashkull ose femër me femër. Jo pak më të vjetrit,
ne matrit fort e fort s'kina pas punë me kafsh. Për po ju mat vjetrit, a mos keni dëgjuar një herë që dashi ka shku mas dashit. Helbet. Dashi dash. Nuk shkon te dashi, e lip delën. Po hajt më të rritin pak po, pa i muzati. A mos muzati që ka mos lopës. Muzat be muzat, hiq s'ka mend, hiq. Veç me atë që Allahu e ka mësua jeton. Ma shumë nuk di. Ama këtë mëkat nuk e ban. Nuk ka kafsh në botë që e ban këtë mëkat. Ama njeriu e ban. Shumë herë kemi përmend, lani. Nëse është i unët, edhe njeriu në hanë. Se nuk e dita, se në matë njeriu e kafsha, se në matë e kafsha. është i unë, e ha një njeri, edhe pak, edhe dyha, edhe qertë, rinat i matë, bëjnë mahabet, se sa jundë. Deri sa jundë e problem banë. Kur të ngopët, re, flenë, knacës të ndajtë matë. Ama njeriu nuk e ha një ty, të fshinë. Vret, masakra banë, me miliona. Ju e bëjnë një mend një histori e këna mësull në luftën e parë dhe ditë botërore. Edhe kur e kena lexu, 50 milion njerëz kanë vdekë luftën e ditë botërore, 45 milion, 20 milion luftën e... Çfarë njerëz me kanë qenë atje? Ama se ta që kanë me vdekë ma shumë, ajo ka marrë mendje. Kur kanë vdekë? Atëherë ta sa kanë vdekë? Brenda 20 viteve, sa luftra në banë? E nëse i krahason këtë kafsh të botës, me i marë i ka në angë, do shta gabim, rasisht, 20-30 vetë, 50 vetë, 50 njerës. A njeriu i ka fshinj me miliona, i ka vra, i ka masakru, i ka burgos me padrisi. Do në të thot, kafsha si kafsh, mëkatin nuk e bën, ama njeriu e bën edhe mëkatin që Allahu Gjelshanu strikt e ka ndaluar. Edhe Luti a.s. mundohet me popullin e vetë, me Sedumin, mundohet, edhe ju thot, ela të të kur, ju a nuk i friksoj Zotit ta. Popullit vetë i thot, popullit, kër e shef qëfar mëkati i bëjnë, thot ju a hiqbe nuk i shkon menja që Allah e ka ndalu. Inni lekum rësullun emin, unë jam i dërguar i Allahu të ju, fattakullaha wa ati'un, friksojun e Allahut dhe respektojnë Allahun e pastaj edhe mua. Wa ma as'alukum, edhe u ka thonë, unë pse jam duke ju lut, juve të largohi nga kim mëkat, edhe mëkatet e ndryshme, nuk kërkoj as gjanë kompenzim, nuk jam duke kërku as rok, as të holla, as me mbon bret. Inë e gjërije, sepse kompenzimin edhe të mirat me jep Allahu, edhe të Allahu i qenë. Mirë po, të ndërshëm vëzër, problemi ma i madhë në botë ose këta njerës për me ua legalizu pak mëkatin, do filozofa thonë këto janë sëmur. E kjo qka i vjen, si cali prej nesh, kur ta bën një gabim, valla ma bëni Allah se diqka s'jam të rezi. Si cali prej nesh, nuk kur ta bëj gabimin, në jesën më shifri të pi droge, i thomë, ma bëni Allah se një javë s'kam tjenë mirë. U ba hoxha i sëmur, pse ka punë e madhe, pas ka pi pak droge, i sëmura. Po, me këtë filozofi, si të fillojmë ne, këta janë sëmur, do me thonë, ne esër une, se cilin gabim që e bëj arsjetoj, s'jam të rezi, s'jam mirë. Nuk janë sëmur, ta. Kjo në qef. Nëse mundin e dim qka, paramendoje, si ka më ardhë koha, ju dhe unë, me po popullin, një fejz dhe një gjakut, edhe me dalë, edhe mu marë me këtë punë, edhe njerëzit mi pavës, edhe dykush thot, po mi pekan, ajo ka marrë mendja, se ka më ardhë populli jonë këtë gjendje.
Edhe e dita, si pas filozofisë atyre, nëse ata mundohen me bon gjemate, me bon njerës, ta zanë. Që populli janë e pranoj këtë mëkat. Edhe si kena mushtu ne, pse banëm luft ne, për shembull, hajtë ta marim Kosovën. Pse bani luft Kosovën? Se si pas filozofisë tyre, mas 50 vetëve, Kosovë s'ka me pas njerës. Se pa ushtu, ku e zenë popullin? Si pas filozofisë ata që e kanë, s'ka lindje. E pse luftum ne? I vjen, mas 50 vetëve vinë një ushtar për Bulgari ose një për Serbije, thot, këtë vend e gjenë atanin, se s'pas ka njerës. Në kretë aspektet ne humbim, edhe në aspektin fetar, dhe në aspektin kombëtar, dhe në aspektin historik, dhe në aspektin social, në kretë aspektet, mos flasim si njerës, si familje. Allahu dhe lëshanu o vëllezër, Allahu dhe lëshanu kër e ka kriju Ademin a.s. Se ka kriju një Adem ditin, për ja ka kriju Havën. Edhe u ka shtu ki milet, ki popull. Mirë po, fatkeqësia më e madhe në botë, ose ka njerëz në botë që janë sëmur, kritë mirat Zoti va ka dhënë janë sëmur, edhe mundohen ko pas kohe me mbjell diçka të njerëzimit që nuk ka normale. Edhe më e keq janë kur mundohen ta bëjnë normale. Më thonë tash një piktor atje, një vajzisht, unë u mërzita shumë. Allah e ka dhënë mundësin, ka studiu, është shkollu, në vend se të pikturon diçka të historisë tonë, problemeve tona, të mërzijave tona, se në përmet pikturës ti dush me të regu diçka. Aja ka shku i ka vizatu, i ka pikturu atje 2 meshkuj, me plisa, me tirqi, më falë nëse shumë mërzita kur thasë për këtë temë, edhe duke u përqafu, dhe më thonë, si në atë aspektin negativ. Normale, unë me ti, normale me bon zina, me bon mardhanje intime, buri me buri. Qashtu i ka pikturu. Po ti, hajta zonë që ma pak gjuna, po ti bani be ato, nëse do me hinë gjenem. Se njëri si hinë gjenem, kështu hinë, s'ka brina gjenemi për me hinë gjenem, qka dush me bo me inxenem? Kështu të qka kundra Zotit? Bani be një të vetë mërë ku e di ju, dhe një që me vite këtë dënjoje e dim që aj qashtua. Ama ta shive, kjo piktur, qka të regon? Ta shanë fejnë, ta nënshmon fejnë, ta nënshmon kambin, ta nënshmon familjen, edhe ta nënshmon historinë. Do më thonë piktur nuk e rastit, do më thonë, ne që ato tirqit në korpë, e si o mërmenja, a i me tirqi, që i shqiptari me kësu të bale me tirqi, a na mërmenja neve që bashkë me qatë punis mara. Jo, Allah, me tirqi ka hirni, bume në të majtë, një të thika këtu në djatë, si ato të indianëve të mdoja, një armë, jo treja, se arme e re nuk i goje, pak që të matë vetrat, një kubure, unë e qëtu e mendoj njerin me tirqi, edhe qefinin këtu. E ki pa shalin për para, në shqiptartë, kur e kina majtë atë shalin, pse kina majtë? Atë qefinin e thot, qefinin me vete, se ko luftrash, ko problemesh. Thot, unë nëse vdes, qefinin këtu e keni, s'ka nevoj me shku me ble. E tash kjo, parlamente, e përdojës këtë histori, këtë korpe e ufë. Ama i kina do njerëzin e që tash gjenetit i thonë parajs, që ka unë fatkecia. Emnat i kina ndru, nuk i tash të marabisht se zban, e rusisht ban, italisht ban, greqisht ban. Do më thonë, qëllimi s'ka qenë se në zdu me qenë Arab.
po nuk du me qenë musliman. Se një njeri që unë jam kundër emrat arab atje, veç arabisht, jo. Ka emër musliman arabisht edhe ka veç arabisht. Nëse duhem dhe një emër musliman, ka emrat posaçëm. A më veç arabisht, nuk ka leju me veç arabisht, atëre vëndojmë Shqip, që të kept kuptim. Ama ne si popull, që kena të bo? Jo krejt, disa. Arabisht e emrin. Hajde, ja ka vënu atje një zotit e të vjetër të Greqis, asaj se ti qëfar emni, ja. Herkules, për shembull. E keni pa të filmin Herkuli, a i gjysëm zotja, të luftu me kitë dënjan i forte, ja. A i filma, filozofi. E ta është ti të kujtu që, ki greki, ku e di une? Edhe Herkules djallit, hajde. Edhe plus lafdrohet. E nga dal, në të e anashkalu fejnë, të anashkalu kambin, të anashkalu familjen, edhe kina marrë në deregje, që vallahi kina me humpë edhe nëskina me ditë se si. Edhe pastaj kur vere dhe një pandemi, dhe një virus që kur të në habite, në ka ndohë. Po në ka ndohë se harame në bëj njerëzit parasive në këtë film shofim. Që është po thamu në me marrë shpatën, edhe me dalë me shpata, ma duhet me folë. Nëse nuk mundi me asë gjanë me po, duhet me folë. Folë një fmive, që të zveçdive, që të trive. Si ka marrë dita që edhe në liber ka me lezu, që normal, ja. E ki pa që ka kërkojnë këta? Këta kërkojnë mësë me thonë babës babë. Prindi nëmër 1, nanës prindi nëmër 2. Që mësë të egziston babë nanë. Interesant, nëse analizon, vallahi, shejtani nuk di kështu me mendu se sa mendojnë këta. Këta në shejtanit e kanë shku. Su shejtani, deri shtaj, mo që s'ka ndohë, s'ka dit me rejnë dika, mo që këta, shumë zotive kanë dalë. E këta pare marin. Këta pare marin edhe atë shumë marin pare. Se din më akuzu ata, jo me mekra me një pare, jo që fali me një pare, jo që mbulohi me një pare, e ju tash, qka bëjni? Mëse bëjni ju, përveç kështu, ju pare ti mirëmi. Ju pare ti mirëmi. Ju kam tek dikujt, s'ka kujt që kam pare, se ka njërës në botë që kanë miljarda. Fëmij, s'ka, një deceni ka, që atë diri gjarë për të shpijeru, një mas vogël, një mitë madhë, me që se filosofia, mirët edhe thot, 1 miliard për LGBT lobën, 1 miliard tje. Edhe ato jo me flamura, për dhe salta kanë me ban. Edhe njeri kuna fukara. Edhe neve s'ta ka hijeve neve fukara, dhe mi të i qajt Evropa, s'na pranon Amerika. Mës me dëni që në Amerikë që kështu ja. Në Amerikë mundi me konja 10 vetë. Edhe në Evropë, ja, pash me ndoni që kitë jana. Po jo bësë ato fabrikat e Evropë, kush e ma ato ushtrina, dënjan, kush e mba? Kush e odhejës dënjan? Me kanë ato kështon, krejt, në shkatru dënjan. Ata pak janë. Ama neve në duke të u knaqën, se kështu ka thonë, për në shtamë, ka marë dita, ata kanë me hinë, e kumë përmejnë këta ditë, në kështu, se ma shqip s'ti, ta thamë, në birën e hardhucës, edhe ne kina me shku dhe ne u shkub. Ku ka shkuaj? Qati, edhe unë të shku, veç shkuaj edhe unë shku. Halal, haram, mirë, s'mi të resat. Ku të shkuaj edhe unë? A shumë herë kina përmejnë. Pa kanë vetë mira këta. Hajë pëse s'bami të shkollum, si ata përshemë. Në duhet me mi martë mirat e kitë dënjons, a kines, a indian, a gjerman, a rusa, a amerikan, mervat mirat. Atë ligat në të gjoje, që ka po thotë, në të gjoje, ta spjeganë, edhe ty, nësa e mirë, në gjenë, nësa e keqe, korba, gina korba, se do të që shiltat mdoja që gina. Ne, s'kina shumë pare me bo shumë gjubre. Bele me lafe, që në dëgjojni punë pa lidhe, mush një korë për mirë. Ama ne qka bajmë, ato të këcijat këtë në gjep, ato të mirat në korë. Të ndërshë vëzër, Allahu subhanu wa ta'ala, popullin e lutit,
popullin që quhet Sedum ose Sudum e ka dënu krejt e ka shkatru. Si? Me gur. E ka dënu me gur. Edhe ka hinki popull në histori. Sa Allahu dhe Leshanuhu vë ka dërgu pejgamberin Lut me i thirë në fej të pendohen, ata s'janë pendu, e kanë vazhdu. Edhe i ka dënu me gur dhe i ka shkatru, edhe kjo historia unë brenda Kur'anit. Nëse doni ju, ma mirë që unë s'pata ko, ma gjërësisht të shpjegoj, sa është mirë me lexu për këtë çështje. është mirë me lexu, me interesu, me punu, të gjithë, pa marë parasysh ku jeni. Po sa zërish fëmijëve të vegjël. Tash fëmijët 5-6 vjet, s'keni çka i lodhni me këtë punë. Ama fëmijët 15 vjet, si të hinë pubertet, mare, turp, unë s'mu, si dive, para mendojeve me të ardë djalli ati, kilimili, thotë une, s'du mu martu, une një gjema një burë, me të thonë. A mund është me para menduar? Që të ka ardë djalli, ka po 7-18 vjet, ti do me mërdo i thotë, ja, babi, une, në atë stilin e, sa ato një farë stili e kanë, një farë stili, se e di se njerin ato të nejtë, në vend se mu marë me punë të tona, hame qka duhet mu marë tash. E inshallah nuk në ndodhë. Ama ju, unë e mendoj që qaq bura jeni, qaq muslimane, qaq shqiptara, boshnjaka, turk, qka jeni, qka do që jeni? Nuk në ka hijene. Pasha Allahin, jo ves neve si musliman, as katolikve shqiptar, as ortodoksve shqiptar, as njonin të botë nuk i ka hijene. Se dhe haram i ka regula. Edhe mëkati ka regula. Se ka mëkat që falet, ama ka mëkat që në asnjë mënyrë nuk falet. Për qatë punoni me vajzat me djemt, nesër, jo veç kundra kësaj dhe kundra zinas. Ama nesër e shef djalin tant me një vajz, ti si haram, ama e ka... Po me e pa djalin me një djal. Nuk ka njësoj. Nuk ka njësoj, haram jo ma i math. Haram e ma i math, ama lene se ata dhe ne kina mu dënu. A e lusë Allahin, inshallah, nuk na shkatron. Se nuk i dijet. Allah e janë thot, kun feje kun bëhë dhe bëhët. Edhe kina mu habit se qka të ndodhë. A mos kina me pas kohë ndoshta dhe me u pendu. Inshallah Allah në uzan. Edhe të gjithë së bashkë në gjenet në qanë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.